Brisela. Shpëtoj rastin të përshëndes të gjithë planishtit. Përshëndes bashkëqytetarët e mi për bashkëtimin që kanë marrë të jenë sonte në këtë sallë. Më lejoni të them diçka. Së pari, zot Brisela që të tregoj diçka. Dhe t'ju them mirë se erdhët në sherin e Hengës. Në historinë shqiptare njihen dy vende, ka shkëlqyer si sherr. Ai është ose thjesht në qytet. Ka qyteti i Tigrës dhe qyteti i Prizrenit. Pse ndodh kjo? Dibranët, jo rastësisht në histori kanë qenë të njohur për bururi, trimëri dhe mençurinë që ata kanë. Mirë po, në fillim të bisedës suaj ju cekët dhe përmendet se në votimet e fundit thënën thojza Dibranët nuk kanë ditur se këtë zgjedhjen e si të zgjedhin. Më lejoni t'ju them se Dibranët në mos më tepër dinë të shmojnë. Dhe ata të shmojnë zgjuarsi, mençuri dhe bururi. Mirë po pse ndodhi ajo? Ajo ndodhi për faktin se partia apo subjekti që ju ishit antar, kryetari i atij subjekti mori guximin që të vjen në Dibër dhe të shanë djem e burrat më të mirë të këtij qyteti. Të shanë njerëz profesional dhe të thotë unë do t'jem ai i cili me datën 1 njeriu e parë që do ta nxjerr nga puna do të jetë filan. Dibranët nuk e përmbajnë dhe nuk besoj se nuk ka shqiptar në këtë vend i cili mund ta përmban këtë gjë. Pse ndodhi ajo që ndodhi? Dibranët do t'i përmbajnë. Nëse vazhdoni të jeni dhe do të punoni për shqiptarinë e sidomos për Dibrën. Ne po t'jemi të real dhe ta themi atë që ne na cungon. Dibra, që dikur njihej si vend i dijes, nga që këtu në dije. Ne ishim ata që shpërndanë në dije gjëkundë. Ishim Dibranët, mësuesit e parë, të gjithë trevave shqiptare.